Në një qytet të vogël që ndodhet në zemër të Shqipërisë, në qarkun e Elbasanit dhe pjesë e krahinës së Dumres. Krahinë e cila përmban rreth 85 liçene të tipit karstik, pra të shpërndara si një mozaik i vërtet nëpër kodrat e të gjithë kësaj krahine. Në këtë video nuk ka mundësi që t'ju i tregoj me radhë të 85 liçenet, por sigurisht që do t'ju tregoj disa prej tyre në një eksperiencë ndryshe. Qëndroni këtu. Tani do të bëhemi gati të shohim një tjetër liçen, liçeni i Merhojës. 8 minuta na duhen nga këtu për të shkuar tek ai liçen. Ikim, se kemi shumë të tjerë për të parë. Rruga ishte një udhëtim i këndshëm mes fushave dhe kodrave, ku natyra ta merr frymën. Por ajo që e bëri të veçantë këtë udhëtim të shkurtër ishin vetë ata, banorët e zonës, të thjeshtë, të sjellshëm dhe plot mikpritje. Me buzëqeshje na orientuan dhe na ndihmuan të gjenim rrugën që ngatruam. Aty ku thoshte tabela më fut te. Po. Faleminderit. Nga jeni? Nga Tirana. Zonë jeni mirë. Faleminderit. Dhe kur arritëm buz liçenit, u mahnitëm. Një restorant i vogël dhe mikpritës na ftoi të shijonim ushqimin e shijshëm dhe pamjen e qetë liçenit. E refuzuam me keqardhje, pasi kemi disa vende të tjera për të vizituar. Përveç kësaj, aty gjendeshin edhe 2 bujtina të vogla, ku vizitorët mund të kalonin natën, duke shijuar plazhin, liçenin dhe qetësinë e mrekullueshme të këtij vendi. Është një investim shumë i bukur. Këtu ku kemi ardhur, ka plazh, ka shpiza druri, ka shezllon, ka çadra, ka çdo gjë, ka bar, ka restorant dhe duket shumë mirë. Mund të vini dhe të kaloni natën, ndoshta këtu dhe të paguani 50 euro nata, kishte mëngjesin e përfshirë, shezllonet e përfshirë, por nëse ju doni të vini të kaloni vetëm disa orë dhe nëse vendosni të konsumoni drekën këtu, shezllonet ishin pa pagesë. Nëse jo, merrni diçka, një ushqim me vete, do të paguani 400 lekë për shezllonet. Ide e mirë në fakt sepse Belçi nuk ka plazh, nuk është afër detit, është i mbushur plot me liçene dhe bën banjo dielli dhe kalon një ditë bukur.